E dikush thot, e çka me bëna o gjë për ata muslimanë se s'kena mundësi kur jam në mua. E pak ta me kajt për ato. E pak ta me i kujtu ata, që kaq. Dikush thot, po s'ka udh, në rregull e dim që s'ka udh. Po a je me ta? Allah ka me të vet, vallahi ka me të vet. Ka i kon. A je di që s'ki udh, ka me të vet, ka i kon. Ka celaani kon. A mos valli kon ka ana kriminalit? A mos valli kon ka ana dorës agresore? Apo je kon me musliman të dopt? Nuk jetohet për veti, nuk jetohet veç për shtëpinë tënde. E kam bëun e mirë në të kallët dunjaja. Jo vallahi s'mundet mu kall dunjaja pa u kall edhe ti. Se dhe ti je në dunja. S'mundet mu kall kujshia pa u kall edhe ti. S'ka mundësi mu kall këtë musliman atje pa u kall edhe na. Pa andaj në të kallët pak ndërgjegja nëse s'do me të kallë Allahu subhanahu wa taala në zjarr xhenemit. Shikoni të ndëruar xhamat çka ti ndodh njerëzimit. Që ata kuptojnë se na jena të i nis shenjat e kiametit. Dunjaja atë shku ka e mira ka e prapa. Njerëzit thonë ka mu bo mirë, janë të në arrejt një për dit, këna me bo mirë në këto. Qa kini me bo mirë? Qa kanë me bo mirë? 6 miliard pabesimtar, 2 miliard musliman të deklarum, 8 miliard dunja, 8 miliard dunja. Vdesin në syt e botës me satelitat pa me kamera, vdesin 2 milion njerëz. Vdesin 2 milion njerëz. Dërko që pejgamberi alayhi salatu wassalam kurbanin që e ka therr aj për hir të Allahu xhelal, kurbanin ka thënë 13 ditë mos të mesemish se ka fukara. Apo ushqimet tona, pijet tona, harxhimet tona që i bëjmë ne, ndërkohë që njerëzit rrokën për lukse, e rrokën për vetura, e rrokën për kapitale, a ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam vuan vuajtje të më të mëdha që ka mundësi njerëzimi me i vujt. Andaj të ndëruar xhamat, le ta kthejmë pak njerëzillëk të vetët tona. Le ta kthejmë pak ndërgjegje në vetët tona. Mos jetojmë veç për veti. Nëse e dini fukara kush interesoj ju pak. Nëse e di se në njëri s'ka interesoj ju pak. Çka i thanë sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam? Thanë ja Rasulullah, këto muhaxhirt s'kan tu pas me hangër. S'kan shku muhaxhirt mi kallëzue. Nuk e kanë prit fukaraja me ardh të shtëpia i nënçmu me i lik e i përçmu me thonë, o vlla s'kam me mos e prit çashtu. Sa zëngini pikë kibri thot, po pse s'm ka kallëzuaj mua? Po pse me duhet ti me të kallëzuaj? Pse duhet ti me të kallëzuaj? Kush të ka dhënë ti buk? Allahu xhellahu ala. Atë kush e ka krijuar? Fukaraja nësa fukara nuk ka i lik. Ka fukara ndershëm thot Allahu subhanahu wa taala për disa prej fukarave. Ka prej fukarave të cilët njerëzit që si njohin mendojnë zëngina. Ti amenon se çdo fukara të zgadorën. Po ka fukara që vdes me kënari edhe s'ta zgadorën. Ama ti ku ka me të ftira që ki mundësi me ndihmue se ki ndihmue. Andaj si cili që ka mundësi me ndihmu vllahun e vet, le ta ndihmon. Si cili që ka mundësi me